masës se shohim që vërtet një numër doja, sepse është një numri i KQZ-s i cili do të deklaron se është numri i votuesve do të thotë që ose që kanë deklaruar atje që do mund të votojnë përmes metodave me postë ose me ambasadë, por gjithashtu ata të cilët do ushtojnë të drejtën e votës, të cilët kanë ardhur për pushime po të drejtën e votës. Një pyetje kam, ka votë për PDK-n diaspora, sa mendoni që kjo do të... Unë qoftë se marrim statistikat e fundit, PDK-ja ka dalë treta me votë, me sa kam parë unë me votat e diasporës. Por është relative gjithsesi se nuk e dim masën e njerëzve të cilët vinë dhe japin votën fizikisht në Kosovë. Ka ndryshime edhe për po ose kundër vetëvendosjes, duhet jemi sinqert, ka njerëz të cilët nashta mendon shkurt e kanë votuar vetëvendosjen tash nuk duan ta votojnë, por ka të tjerë të cilët nashta kanë votuar PDK-n e tash duan ta votojnë vetëvendosjen. Këtë po i has. Do të thotë është një ndryshim të mentalitetit të votuesit që as vetë unë kam dyshuar që mund të ndodhin, por duke ndodhur në përditshmëri. Kurse sa i përket të votës së diasporës, ajo elektrizimi i masës që mund të ndikojë pastaj në kokën e një qytetari për të votuar është që vetëvendosja po e bën shumë më bombastike ardhjet e mërgatës, edhe fatkeqësia më e madhe nuk është përdorur gjuhë polarizuese, të lutem. Po ka pra subjekte, ne do i shohim që a do marrin po e zëm PDK-ja sa vota mund të marrë, a mund të marrë eventualisht disa vota po e zëm prej 30% votave të mërgatës ose 20%. Edhe ata janë votues, edhe ata vinë, po nuk po bëhen bombastike siç po bëhen ata që vinë domethënë mbështetës apo simpatizantë të vetëvendosjes. Apo bëhen po mirë, ta shtrohet pyetja, apo bëhen të iniciuara ato që të ndikojnë në elektrizimin e masës, po vinë vetëm për vetëvendosjen? Kjo i takon juve se mu s'jam parti politike, nuk është interesi jam me kujdes apo e bën një subjekt apo jo. Këto dy subjekte tjera ose tri subjekte, PDK, LDK dhe AK, do të thotë nuk është që po e bëjmë me pompozitet siç po bën do të thotë lëvizja vetëvendosje. Tjetra që ka shumë rëndësi është që nëse në këtë fushat nuk është përdorur gjuhë polarizuese, që e vlerësoj shumë, në këtë fushat janë nda jashtëzakonisht shumë keq, do të thotë mërgata, sikur mërgata i përket vetëm subjektit politik, edhe nuk i përket subjekteve tjera. Kjo në fakt është e dëmshme se në përditshmëri po shohim kur vijmë do të thotë familjarët tonë që i kemi, debati më i madh në këtë palë pushime është do të thotë që ti zguxon as japësh në mendim ndashta mbase personal për subjekt ne që jetojmë në Kosovë, i shohin hallet, ata nuk i shohin hallet tona fatkeqësisht, edhe do të thotë aq shumë është bërë gjuha polarizuese te mërgata. Tash konstatimi imi është. Atë shumë gjuhë polarizuese është bërë të mërgata, është hekur tash kjo brenda shqiptarëve këtu të cilët të rinë do të në Kosovë nga mërgata, edhe fatkeqësisht kjo do të na kushtojnë si shoqëri se tek e fundit si vot, besoj që do shihet të dielën. Gjithë pse ekziston ky farë supozimi që vota e diasporës është më e madhe e vetëvendosjes? Është supozim, është realitet tani, a rezultat? Na i kemi komentuar vazhdimisht. A do të ndryshojnë trendet kësaj here në raport me votën në Kosovë të diaspora apo mendoj që le të jemi gabuar se me shifra unë s'du të flas.